Këto kanale janë në Telegram dhe quhen Zëri i Rusisë në Serbim. Në pamje të parë, duken si faqe lajmësh, por janë rrjete të organizuara propagande. Shumica flasin për Kosovën, duke ia mohuar pavarësinë dhe sulmuar institucionet e saj. Me këtë, kanë për qëllim të nxisin urrëtitje ndaj shqiptarëve. Telegram, dikur një platformë mesazhesh, u fuqizua si rrjet social pas pushtimit rus të Ukrainës. Sot ka dhjetra mijëra ndjekës, të cilët veprojnë të koordinuar si një ushtri online. Shembull, kur ndodh diçka në veri të Kosovës, brenda pak minutash i njëjti mesazh shfaqet kudo, të njëjtat fjali, i njëjti ton, një rrjet që synon vetëm të përqaj. Ekspertja e fushës së sigurisë Ivana Stradner thotë se Moska i përdor këto kanale si armë informacioni. Ato ndezin frikë, ushqejnë teori konspirative dhe ngadalë i kthejnë ndjenjat në bindje politike. Andaj, mos besoj çdo gjë që lexon. Konfirmo burrimin. Për më shumë, kliko te Geopost.